Eksperienca ime e lindjes në Gjermani, aty ku thonë shko pa asgjë se spitali t'i jep të gjitha. Si një mami e re, vendosa t'i dëgjoj edhe unë njerëzit. Gabimi im i parë. Nuk e kisha bërë këtë gabim kur ndërtova listën e produkteve që do t'ma bënin pas lindjen më të lehtë, por i dëgjova në momentin më të rëndësishëm. Shkova në spital, linda vajzat, erdhi momenti i ushqimit. Isha e fiksuar që vajzave të mia t'i jepja qumshtin e gjirit, pulloshtërën. Spitali më sjell një pomp me kabuj, një pomp e verdhë, e madhe, e cila, prisa t'rregoj edhe çamdan tjetër. Ja kujtimet nga spitali, një leck e tillë për ta vendosur këtu te pjesa e gjoksit, edhe këtu të mundesha të pompoja. Dhe pompa që kisha aty më lejonte vetëm, më detyronte të qëndroja vetëm drejt. Gabimi im, pse nuk e mora këtë me vete. Do thonit ju, pse nuk çove dikë ta merr, meqense spitalin e kisha shumë afër shtëpisë. Nuk e mendova kurrë. Askush nuk ma tha që është problemi tek pompa, po më trishtonte në ditët më të bukura të mia, në momentet e mia që duhet isha e gëzuar dhe e lumtur për atë çka kishte ardhur. Kur ktheva në shtëpi, edhe deri më sot, pompa këtu ka qenë shpëtimi për mua, duhet kishte qenë me mua edhe në spital. Ju a tregoj sot se si përdoret me detaje. Pompa ka pjesën e sipërme, pjesa elektronike, është motori dhe pjesa e butonave, gjithashtu edhe pjesa ku karikohet. Gjitha këto këtu janë pjesët e çmontueshme, të cilat lahen në lavastovilje, mos guxoni me dorë. Është pjesa tjetër e çmontimit, kontenitori për mbajtjen e qumshtit, hapja e tillë, edhe këto, të gjitha pjesët e çmontuara, gati për të vendosur në lavastovilje pas përdorimit. Ka dy pompa të tilla dhe këtu është pjesa më kryesore që është matësia e gjirit. Këtu keni disa matësi të ndryshme në varësi të përmasave tuaja. Dhe kjo vendoset këtu. Në mënyrë që pompimi të jetë i saktë, pa lëndime, është shumë e rëndësishme. Nëse keni dhimbje gjatë pompimit, atëherë nuk e keni vendosur saktë dhe nuk po e përdorni në mënyrën e duhur. Këtu janë butonat, gjithashtu edhe opsioni i anës së majt apo të djathtë në varësi se ku e keni vendosur. Këtu ndizet edhe fiket, ndryshimi i programit, pra nëse keni stimulim apo mbledhje të qumshtit apo një program tjetër që e zgjidhni ju sipas nevojës tuaj, dhe këtu nivelet e thithjes minus plus i rrisni apo i zvogloni. Në ekran do t'ju shfaqen minutat, gjithashtu mund ta lidhni edhe me programin e Momkozit në telefonin tuaj dhe ta komandoni nga telefoni. Në momentin që u mbaron bateria, e karikoni dhe vazhdoni në të njëjtën procedurë. Jam shumë e lumtur që teknologjia ka avancuar, që mamat e reja apo ato që kanë fëmijën e dytë e kështu me radhë, sot e kanë mundësinë për të mos vuajtur edhe për të shijuar momentet me bebat që në lindje pa dhimbje. Dhe përveç se momenteve pa dhimbje, sigurisht nëse jeni një mama në lëvizje apo doni që të keni fleksibilitet